Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Korreshi ka publikuar pamje nga shkolla e fshatit Miz në Divjak, e cila sipas tij ndodhet në gjendje tërësisht të amortizuar dhe të degraduar. Ai shprehet se prej 4 vitesh banorët dhe familjet e zonës kanë protestuar për rikonstruksionin e saj, por pas një rezultat konkret. Ai thekson se për shkak të kësaj situate, fëmijët janë të detyruar të ndjekin mësimin në fshatrat fqinj si Kryekuq dhe Divjak, duke rritur kostot financiare për familjet. Sipas deputetit, ndonse shkolla rezulton aktive në dokumente, realiteti në terren është krejt ndryshe, pasi godina është e shkatëruar dhe jashtë funksionit. Kjo është një nga zonat më populluara, fëmijët e kësaj zone bujqësore nuk e kanë më mundësinë, edhe pse shkolla është pothuajse gati, shikoj se çfarë gjendje e kanë lënë, e shkatruar e prishën. Dhe gjithë fëmijët e kësaj zone detyrohen të shkojnë po në Kryekuq nga njëra anë, ose në Divjak nga ana tjetër, të bëjnë disa kilometra, të gjejnë mënyrë të familjare për të gjetur transport për të çuar fëmijët e tyre në shkollë, ndërkohë që shkolla me pak lek mund të bëhet. Jo vetëm kaq, por jo pa që s'ka as derë të jashtme kanë hequr, shiko se kanë bërë, shiko shkollën si e kanë lënë. Nuk e marrin rujtje, vazhdojnë të lënë degrad, ndërkohë që kjo është shumë mirë. Ky duhet që ka qenë investimi i ri për kanë lënë. Urdhëro që janë hedhur gjithë librat, i shikoni, pjesën mësimore, urdhëro të gjitha to janë klasat, janë djeg zjarre, urdhëro që ka pas 2 lumir, shikoj si ka qenë, prapë në tavanet varura e kanë lënë degrad. Me shumë pak lek dhe me dëshirë të madhe nga bashkia, po dhe nga qeveria, që thotë reforma në arsim, kjo shkollë mund bëhet dhe po ja tregoj që klasat, urdhëro, tu kanë qenë kabinet, sepse shikojmë dhe la amane, shikoj tani si është situata, se në çfarë drejtjeje, shikojmë tavanet, se si kanë filluar të ranë, po ndërkohë që mund të ishin bërë shumë më mirë. Edhe këtu shikojmë gjendet skandaloze gjitha këtyre që kanë lënë degrad. Pra shkollë, dakord? Flasim për shkollën e Mizës, ka qenë shkollë shumë e mirë, gjithë cikli 8 vjeçar. Urdhëro si kemi gjitha të hedhura fletore, mroklla, toklla, çfarë të radhë, ja gjitha klasat. Shikoj si ka lënë bashkëria, nuk ka marrë as mbrojtje që mos ta lënë degrad. Po vazhdojnë këtu, po marrin kasat e dyrëve, vazhdojnë të vjedhin. Domethënë, shikoj si kanë dhënë. Dhe me këtë parrull ju përshëndesim. Si thot, arsim cilësor për gjithë. O perani, po shikoni si e keni urdhëro. Ja cilësia me dysheke, me jastake të hedhura,